Albano dhe Cubi, ju pres në skenë. Atëherë Albano dhe Cubi, le ta zëm se ju jeni bashk, jeni partner, jeni të dashur, si të doni. Si ju pëlqen më shumë? Mi këna meri paketet. Jo aq të dashur, çik më pak. Dashur që e dua. Po pra. Mi këna meri paketet dhe ble vetë. Do la blesh vetë me lekët tua. Shiko, ju jeni bashk prej kohësh dhe doni t'i bëni Elionën Julit. Eliona është shoqja e Cubit, ndërsa Juli është shoku i Albanos. Të dy janë single. Një lloj deserie do bëni. Do t'i piqni. Okej, në rregull. Nga këto tipiket tash, do i pjekim. Juli është me zero eksperiencë. Nuk ka eksperiencë fare, po s'duhet të ofendohet njëri apo jo? Më fal, s'ka eksperiencë psikologjike apo fizike reale? Le të themi të dytën që the, fizike. Okej, Juli shpërndan nga këto revista që thotë qëngji do jetoj me Luanin. E kuptova. Tani ti ke thënë gjë Julit apo jo? I thash Julit që do vija shoqja jote, që unë se kuptoj në fillimin the first place pse nuk zura atë po të zura ty. Po kjo është tjetër temë. Kjo është tjetër temë. Erdhi Juli. Juli, hajde vlla. Juli, ke zero eksperiencë me femra. Albano dhe Cubi duan të të bëjnë Elionën. Ke marrë një lekse, do i paguim një pjetës zështi dashnore. Buçko, ke marrë një zeqet paktën. Jo. Të marrim na i birë na i shots. Po mere burë si i shkruaj memrin. Hajde. Ullu zemër. Gjo Jul, që mos të duket shumë e qëllimshme ti ullu këtu atë ta ulim aty të këtej. Dëgjoj mua. Syrin pishe. Pish. Vetën larg. Po pishe brev. Të duk kështu, shik këtu. Se është çik gocë kështu. Ai zoti madh, si është puna, ju të dy më vjen shumë mirë për ju të dy plagë. Jeni bashkë. Unë jam njëri pa njëri. Se njëri pa njëri, ke 3 motra, 6 vëllezër dhe 8 prindër, se t'janë ndarë nga 3 herë. Jo. E kam fjalën në krevat, jam njëri pa njëri. Edhe në krevat shle me olë si me vajnë e vogël se s'keni vënd, 1+1 keni shpinë. Po s'ka ma shumë fare mos. Po e di mor ju, nuk është lajt. Sa zeli e kam. Po të sjellim njërën që nuk i ka problem të gjëra. Rofsh Albano, se jam njëri pa njëri. Po të shkema do bësh tani, do bësh tani. Jam njëri pa njëri. Vetëm porosit është që të Albano dhe Cubi do të njohin me Julin. Më njën të ato që do them. Po se si flasin ata. Përshëndetje. Hajde, asi si dura ty fillim durat. Mirë. Albano si e? Si jeti mirë? Mirë, si kalove. Albano. Valla. Si jeni mirë? Përshëndetje, Eliona. Juli? Eliona. Mirë, po hajde. Eliona Juli. Dgjoj. Që i ka shumë mirë, po ti i ke thënë që jam njëri pa njëri. Ha, si e? Mos më fliq mua tash se është lart tjetra. Ka ruar këmbët, nuk e shikon. Edhe ti bukur je. Unë i bukur, shumë i bukur. Shit. Hajde shpirti. Atëre, Eliona, më lejo të të prezantoj, se prezantova një, po të prezantoj zyrtarisht me mikun tim më të bukur, më të mirë, më të fort, më të urtë, më macho, më të zgjuar, më të pasur nga të gjithë shoqëria ne të dy, domethënë. Gëzohem Juli. Unë jam Juli, jam njëri pa njëri. Jo. Dhe harrova të them që ka një sens humori kështu domethënë. Shiko, kjo pra është Eliona, është shumë e bukur, nuk ka nevojë për fjalë, besoj, ë? Duhet të jetë njëri me shumë njerëz. Po, Juli. Do më thënë kështu që nga shumë e mirë, po më detyron të thënë që nëse nuk na përputhen karakteret, do ngelem një njeri pa njeri. Sa humor që paska. Çudi më se ke ngel single deri tani ti. Eliona, dëgjoj të sa pak e di. Po. E di si shpuna Flori. Ta themi troç. Juli nuk shu. Ça? Zero. Si? Nuk se shturp. Nuk ka fryrë asnjëherë tullumbace në jetë. Po. Tullumbaca? Dale. Si s'kan fryrur? Ai fillim atë shpinë me tullumbace që shkon sipër ap, ata i kanë fryrur. Jo, Juli. Fryt për çdo kanë filluar punë një kështu që organizon festa, fryt tullumbace. Juli, E po kupton thosh që tjetër s'ke gjë. fryrë asnjëherë domethënë. Albano po thosh tjetër gjë. Domethënë, Eliona, Është me tash si ta themi. Juli, si të ta them, Gjej një mënyrë kështu. nuk ka qenë asnjëherë në hën, për shembull. Po mi më në hën s'kam qenë asun. Çfarë bile? Po kush ka qenë hën? Ti s'ke qenë në hën? Ha çfarë bile? Ja, si. Po s'kemi Ti qenë s'ke qenë në hën Eliona? Po ti ke qenë në hën Eliona, kupto pa, ke qenë në hën, ti ke qenë. Ke qenë ti, ai s'ka qenë në hën, ti ke qenë ti s'ke lënë Apollo pa hypur. Ke vajnë në zhvanje kozmike. Albano s'po të kuptoj, Albano. Juli deri tash ka qëruar vetëm karrota lale, nuk është s'ka bër kur sup me karrota. Ta marri karrotën ta futi në tenxhere. Kam bër. E marr karrotën e ndaj, taka. Nuk e bër, më beso mua, nuk e bër. Unë bëj tatuaj vetë se jam njëri pa njëri si. Shumë Albano, shumë e vështirë të jesh një mashkull që gatuan sot. Bravo. Po s'kam njëri tjetër. Pusho, dëgjoj. Juli, dëgjoj, vllajn, ti
Ky është njeri pa njeri, e kupton? Nga që ka ndënjur vetëm në shtëpi, i ka qëruar vetë këto. Patëllxhanet, kastravecat, me doçkat e vogla, e kupton? Vet. Me të dyja këto. E kupton? Tashi, po ju prezantojmë që të përdori duart e tua. O Albano, unë kisha ardhur për tjetër qëllim këtu, se s'po të marrë veshun. Po, jo përse, ky është qëllimi, do më thënë, si të ta themon, shiko. Juli, si që është edhe vetë, është gjithë këtë djalë me këto sy të bukur, a? Jam. Por, që ta themi troq edhe hapur, zogun nuk e ka futur në fole. E kupton? Po kanarinën time që e futa të foleja komshijes? Qepe! Ma e pe para dhe dyta ka ikur, ajo dhe s'ka ma si zot s'ka. Shumë mirë, Juli. Urdhro. Sikur kisha ardhur për tjetër gjë. Qa ka për qesh? Për tjetër gjë moj shpirt, për tjetër gjë moj zemër, për tjetër gjë ka ardhur të fusi ky kanarinë në fole, po këti ka shpërthyer kafazi, nuk ke mbaj. Po s'kam kafaz fare, mo Albano. Pikërisht, dhe po ke tu thaf der në rëz. Der në rëz, po. O Eliona, dëgjoj mua, realisht është djali përsosur. Thjesht si të ta shpjegojmë, ti s'po e kupton thelbin, thjesht se ka ngjyrë akoma. Qishto, unë sa herë mbaroj, marr atë tulën e bukës, i bëj gjitha pjatat, edhe i haj gjitha pjatat. Rimo, Rise vajte 30 vjeç, edhe 35 vjeç, ngele duke mbytur pulën, në kuptimin, duke rrahur majmunin, si ta them, duke qëruar bananet plak, bo, mos fol, E para njerë nuk të lejoj të flasësh shumë për majmunin tim. Le më ti më që majmun më e ke torturuar gjugjin e shkret e ke vdek me le. Ua, të mërshme, po ku që ka mazokist, mo? Mazokist sadiste, ka rrahur gjugjin, e ka rrahur gjugjin në lavaman. Unë djeva një si bërbarna, si bërbarna të djeva. Dëgjoj mua, meru me atë ti, meru me atë. E të mërshme, Të dalë dhe unë? Po ku shtë pyet ty, more? Juli, Yes. je vërtet njëri pa njëri, po ke një zanat shumë të mirë. Ke një profesion që pret njerëz, përcjell njerëz. Juli, je psikolog. Që kemi të shmen. Jo. Ata që vinë Ka aty një psikolog në salë? Psikologe? Janë të vegjël. Ti atje, me syze këtë? Juli, sistemo zyrën, edhe prit sa të vinë njerëz. Po ma e këte se si djetë. Eliona, Egzona, Cubi, Ori, jeni shoqe të ngushta, por jeni ngatëruar pak me burrat përkatës, ose më saktë me burrat e njëri tjetrit. Keni nevojë për një konsultim me psikologun. Juli po ju pret. Urdhëroni ju lutem. Jo, doktor. Si jeni? Mirë. Mirë jeni? Si jeti? Mirë. Mirë. Qa bërë, si ka rëve? Mirë. Kam ardhur për një konsult. Urdhë? Për një konsult. Për konsult? Po. Juli, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Mos harro që ke dhe një zakon, ti bën shaka pa krip. Ke ardhur për konsult? Po, ndjem, po. Ishte shaka. Mund t'ulem të këto? Po, mund t'ulleni, po si urdhëroni ulleni këtu. Okej. Ose më mirë këtu. Ose hajtat mirë këtu. A t'ulem këtu? E më ullu këtu. E më ullu këtu, ullu. Doktor, ha. Ullu. Doktor, ndjem shumë keq dhe Po? më vret shumë dërgjegja. Të vret ndërgjegja? Po. Denoncohen, prokurori. O, doktor, mos u tallë, sepse ndjem të vërtet shumë keq. Po bëra shaka. Nëse ndihesh keq, shumë mirë bën që ndihesh keq. Qo tani, se kam një problem. Po, ta shënojmë. Po? Doktor, isha një ditë në supermarket, Po? edhe kalon aty burri i shoqes time Egzonës, shoqes time më të ngushtë. Ha, ky burri, ky. Po. Edhe unë isha e ngarkuar se sapo kisha bërë pazar, kupton? Ishe me shumë çanta ti, me shumë qese ti. Edhe ky u afrua që më ndihmoj, edhe si pa dashje, në vend që të kapte qeset, më kapi dorën. Po, këta burra si bëjnë të padashje këto gjëra shumë? Padashje. Edhe mua padashje më pëlqeu, doktor. Padashje ju pëlqeu? Po, padashje. Edhe qatë dite kemi bërë seks një 3 herë një, po padashje. Padashje, doktor. Edhe si kështu padashje jemi bërë një 2 vjetë bashkë. Kurse ti padashje që e ke pak nese.
Po, gjithsesi... Pa të fare, pa dashje. Atëherë... Gjithsesi mua më vret shumë ndërgjegja, doktor. Të vret ndërgjegja dhe mirë bën që të vret, edhe mirë bën të të vrasë një ditë të leja që të tush në tokë. Dëgjoj. Ju keni një sindrom që quhet e ka fajin burri shoqes. Se ju s'keni fajin. Pra, kjo është e njohur si sëmundje, pra ju kaloni dhe burri një shoqes pa dashje, ju moleston, le ta quajmë kështu. Do me thënë, nuk kam faj. Ti s'ke faj fare. S'ka pse më bren ndërgjegja mua. Po si mund të kesh faj ti me motër, ti vetëm ti s'ke faj. Kemi një dhomë atje, futu atje, medito. Po mirë, përveç meditimin, do një ilaç kam nevojë unë, doktor? Atë është një ilaç që e ka emrin ubo, lene mojë të cytë mo. E kupton? E kuta? E pi pa dashje këte për ditë. Pa dashje? Edhe je fresh nga mendja. Shko atje brenda, medito, shiko veten pasqyrë, edhe flasim për punë gjysmore. Dakor? Vetëm shiko, mos fol me njeri, as me vete. Të lutem, edhe ti shumë diskret në këtë që të tregova, mos i thua njeriu, të lutem. As bëhet fjalë, se mos i pa dashje të shpëton, a? Hajde, nuk kam pa dashje unë. Ikse na erdhën njerëz, po. Ja, një sekond ju lutem, më shpejt vajz. Urdhëroni. O, doktor i ri, mos më bën operaci, mos me ngulgëshon në bashkë se bën ndërgjegja, rak, tak. Doktor? Urdhon. Po? Si jeni? Mirë? Pas ke i veshur rrjet me peshkut sot? Nese, bësh shaka. Doktor, kam një ham. Po. Unë kam një shoqe shumë të ngushtë. Po? E ka emrin Cubi. Cubi. Jetom në një pallat. Shoqe apo shok? Cubi. Shoqe. Kush ishit juve, ju lutem? Unë jam Egzona. Egzona? Po. Mirë ke burin? Mirë. Kaq. E njoh? E njef? Pa, s'ka gjë. Unë e dua shumë Cubin. Po. E kam shoqe shumë të ngushtë. A njet një Eliona, ki shoqe? Po, e kam shoqe. Mirë. Kaq. Edhe unë e kam, si që po ju thoja, e kam Cubin shumë shoqe të ngushtë. E dua shumë. Shumë? Po shumë. E mora vesh? Po shumë. Po më shumë, e dua burrin e Cubit. Doni burrin e Cubit? Po. Si u ka kap kjo smundje të tërave kështu? Të tërave? Të tërave, kam patur disa vizita djeve. Okej. Shkova për vizite shtëpia e Cubit. Po? Pa dashje, kështu si rastisht hyra në banjo. Ishte avull. Avull në banjo? Po dhe gjeta duke bërdush. Kë moj, Cubin e? Burrin e Cubit. Burrin e Cubit. Edhe u stepa. Dhe... Doli me vrapa, iku me vrapa? Jo, ai do me thënë, më tha aq shumë futu, sa që unë në kurrova dhe me të parën herë pranova. Ishte shumë... Qa pas ke refuzu, do me thënë? Po, si ishte, more. Po, a mund të bëj një pyetje, lutem? Pse për shembull ti rastësisht si pa dashje u futën në banjo dhe shkove në kuzhinë apo aneksa apo do? Po pllakat e shtëpisë së Cubit janë për qelli. Të banjës. Edhe? Më troqin ngjyra. Ishte një ngjyrë si blu. Si blu? Blu. Që ka ngjyrë opozitare. O, doktor, si do ja bëj? Çfarë të bëj, doktor? Si t'ja bësh, edhe ti ke atë smundjen që fajin ma ka burri tjetrës. Është një smundje e cila po përsëritet shumë të kohët e fundit, që ju kaloni si pa dashje, por kemi një lloj terapie tek dhoma me ngjyrë të verdhë, te dera me ngjyrë të verdhë, futuni brenda. Ke njerëz që po mos shifni ri. Po. Edhe fol. Të meditoj. Do të meditoj dhe foli vetes tu shiko si e bën. Faleminderit shumë, doktor. Të lutem, mund ta mbash diskrete këtë gjë? Diskrete pa diskrete. Mos i thuaj njeriu. Të lutem shumë. Po ja një sekond ju lutem. Urdhëroni. Faleminderit. Po, vazhdoni. Po urdhëroni. Cubi, halli yt është më i madh se sa i shoqeve të tua. Jo, jam i martuar. Jo, Ilir jam bëhat, se bëj shaka. Faleminderit. Se duhet bëj ca shaka pa krip ka. Si kaluat? Si jeni? Mirë, faleminderit juve si jeni. Mirë, faleminderit juve si jeni. Mirë. Qetëso. Jam pak e shqetësuar prandaj. Po? Jeni e shqetësuar. Jam shumë e shqetësuar. Kam një hall shumë të madh, doktor. Shumë të hall të madh. Nuk e di se çfarë më ndodh. Shumë se hall të madh. Nuk e di se çfarë më ndodh. Çfarë keni më vajza kështu? Atëherë, unë doktor, po? Shtrihem të flen në shtëpinë time. Në shtëpi tënde, fal. Po pra? Edhe nuk e di. Çika normal. Nuk e di se si zgjohem krejt papritur tek shtëpia e Elionës, doktor. Me burrin e Elionës të merr. I janë tarsuar në fresh? Jo, më të shne. Jo.
Jo, skara nuk para pi lëngje frutash, jo, Do ta zgjidhim. Do ta zgjidhim tash. A pra ti bit flesh në shtëpinë tënde dhe zgjohesh në shtëpi tjetër. Po, tek shtëpia e Elionës çuditërisht. Okej. Nuk e di se çfarë kam Atëherë, doktor. po çfarë bën te shtëpia e Elionës ti? Çfarë bën? Po hiç më çfarë bëj? Unë kur zgjohem në mëngjes aty, kam një njerëz që më përkëdhel flokët. Po? Eliona. Po jo, po ç'Elion, pra është burri i Elionës, pra të lutem tani. Burri i Elionës në mëngjes të përkëdhel flokët ty. Po pra, unë nuk mund ta refuzoj, si ta refuzoj unë? Ta refuzoj është turp, ta refuzoj. Tash ai burri që të përkëdhel, ai një zonën? Po, e njoh, e kam shoqet. Shumë jo, kot. Ah, okay. Edhe Elionën e keni shoqe ju. Po, shoqe. Po pëlqen burri vet. Burri sajt pëlqen ty. Po tani nuk është se më pëlqente, ai filloi dhe tash unë nuk do rija se tani femra. Po s'ke fajti pa dashje. Është çështje sedre tani. Sedre është. Ai burr tani do të gosh ti qela panxhose ti. Do rish pa përgjigje. Unë shaj mua lart e poshtë pastaj kotem kot. Po, tota e s'bën gjë, ai potentja drejt. Po, drejt. tamam. Menopauza drejt. Çfarë urdhro? Jo, thot ai, thot ai se. Thot ai, po. Atëherë kemi një terapi, ajo dhoma atje, ulesh, mbyll syt dhe flet me vete. Dhe I tregon vetes hallin dhe vetja thot çeket e bile. Bëj shaka. Flet atje. Më fal, domethënë un jam rënd? Jo, nuk je dash. Kam një sëmundje të rënd? Nuk je dha që rënd, po je një sëmundje që po avancon për çdo ditë. Ç'më thua më doktor? Jo, më jo. Aman se kam shumë merak më doktor. Të lutem se më vi. Se tash e kam edhe shoqje, kam hall se më vret edhe ndërgjegja, më kupton doktor tash se. Çfarë s'ndodh më doktor tani se është. Më fal, mos më afroni kështu se nuk ma njihni gruan. Duhet ta keni shoqje që ta afrohen. Më falni, po. Më fal. Atëherë te dhoma atje. Po. Te dhoma aty. Tek dhoma 3, është se 1-2 kam të zëna në fakt. Te dhoma 3 aty futu, shiko murin përballë, rrit 8 minuta parë përballë murit. Pastaj shërohem domethënë më një herë. Shërohesh, ta shohim pastaj. Faleminderit. Faleminderit doktor. Dhe ju lutem pa shumë, ja 1 minutë, 1 minutë. Vazhdoni. Faleminderit. Po urdhëroni, ju lutem. Psycho. Psykolog. Hey, psykolog. Sa fëmijë i bukur, mashallah, shumë i bukur. Jamun. Ua, foto shumë interesante. Kam qenë me bishta. Ve në kornizë. Diku të bësh korniza. Diku të bësh korniza, ve në kornizë. Di unë një vend shumë interesant. S'më intereson fare. Si jeni një? Mirë, si juve emrin? Po si keni qenë? Juve? Ori. Ti ke frikë se mos çmendesh nga dashuria për burrin tënd. Po menduan që ishte më përshtatshme Ori. Psycho, jam shumë e shqetësuar. Po, të keqen psycho, pse? Më vret ndërgjegja në mënyrë të tmerrshme. Po s'ju ka vrarë, s'ju ka shojtur të tëra se... ju vret ndërgjegja pak si tepër. Jo, psycho, halli më shumë i madh. Unë kam 3 shoqe të ngushta edhe duke folur me ato, ndihem që diçka nuk funksionon tek unë. Pse? Unë shkoj vetëm me burrin tim. Të betohem, po më vjen natyrshëm, nuk është se sforcoj vetëm, kupton? Pas ke marrë fund. Mendoj herën e parë që jemi takuar, ecëm për dore, në një natë me shi, pastaj në ngërmakullore. Juve shkoni vetëm me burrin tuaj? Vetëm me burrin tim shkoj. Po burri juaj, ç'bën ai? Vetëm me ty shkon ai? Të dyja duart, mi prim, i vënë në zjarr, vetëm me mua shkon, jam shumë e bindur. Pra jeni një familje debile. Më vret ndërgjegja se më duket sikur nuk është gjë e duhur kjo që po bëjmë, kupton? Në fakt nuk është, kjo është smundje tjetër, domethënë quhet një smundje s'marr vesh që smundje është, kjo kështu emri smundja. Edhe nuk e di. S'marr vesh që smundje është. Nuk e di si ta rregulloj këtë gjë, çfarë duhet të bëj. Kjo rregullohet vetëm në këtë mënyrë. Atëherë ti shkon te. Po nga ana tjetër, jam shumë e bindur që burri im nuk më tradhton kurrë dhe nuk do ta bëj kurrë, edhe sikur unë të vdes, edhe sikur të ngelet. E qartë, never say never. Atëherë, dëgjoj pak tash. Psycho. Atëherë, kemi një dhomë, atje dhoma 4, se 3 dhomat e parën e kanë zënë ca që i vriste ndërgjegja, edhe atje duhet meditosh, shkon mediton, po flet me vete, i thua vetes shiko se unë shkoj vetëm me burrin, tak të fanitën sa burra tjerë, apo do t'i thras tu dhe t'jo bëj terapi grupi. Si të duash, po vetja të këtë përgjigje. Vajza! Hajde një pak, po jo bëj një terapi grupi më mirë dhe urdhor, hajde futuni. Këtu pas ke qenë ti me? Këtu janë shoqet e mia. Dale. Më fal. Uaj, më fal. Afroni. Afroni si ka dhe Ori. Më keni bërë surprizë. Sa të mirë. Si jeti?
Avash, me avash. Ori, moj, ori. Atëherë, si është muhabeti tash, si e kaluat atje brenda, çka ka ndodhur, çka ka cup? Jo, nuk është se ndjej ndonjë gjë, thjesht kam një si fryrje. Unë ndjej sikur më fryn dikush në vesh, tërkohë kështu. Fryn dikush në vesh? Po. Po më mirë në vesh se në vesh, më mirë. Se... Më falë, Psycho, se janë të gjitha shoqet e mia këtu, mos më kanë bërë ndonjë surprizë? Në fakt, s'po kuptoj asun. Jo, po kishin probleme, i vriste ndërgjegja të treja këto, bashkë me ty 4 u vriste ndërgjegja, domethënë. Po ka ardhur momenti që ju t'i tregoni të vërtetën njëra tjetrës, se kjo është terapia më e mirë. Për çat? Për t'i tregoni të vërtetën njëra tjetrës. Okej. Okej, atëherë një sekondë se do ta bëj vetë, do ta bëj unë këtë. Se më çmonte, se më kam ca llogarit njerëz. Do tregosh edhe sinqert. Jo, s'ka nevojë. Atëherë, të lutem shumë. Kush erdhi para këtu? Eliona. Eliona, ti the që shkon me burrin e Exonës. Exona tha që shkon me burrin. Dale. Çaka! Nuk e vini re që s'është burri i shtëpi. Depilet e dreqit. Kjo shkon me burrin tënd. Ti shkon me burrin e kësaj. Ti me syze më. Ti shkon me burrin e kësaj. Dale një sekond. Më del një burr tepër mua këtu. Më del një burr tepër mua këtu. Ti me burrin ti? Jo. Më del një burr. Më del një. Edhe një. Bëjmë një doktor. Vajza do ta zgjidhe. Ti shkon me burrin e kësaj. Ti shkon me burrin e kësaj. Ti shkon me burrin e kësaj. Do të vitu. Po pse më del burri i kësaj te për mua? Pse shkon ai? Ti shkon se di. Po si më shkon me ty, po ku shkon me ty, çfarë thua ti? Po Shiko, mos e ke gatuar bëjtë një herë. Edhe një herë më ti shkon me mua ti, ti ç'bën ti? Ti shkon me atë. Po pse shkon me ty jam më? Po jo, doktor, po ti më ke shkon me. Për lëm. Cupi dhe këtë ma ke bërë cupi? Më fal, nise, kush je ti më? Drit. Urdhro. Shpirt. Ka zemër? Ti e i burri që... Daj. Po, ti më falë, si keni emrin? Urdhro? Si keni emrin? Arnold. Më falë morti, se s'më dojnë llogarit. Kjo shkon me burrin e kësaj. Kjo shkon me burrin e kësaj. Kjo shkon me burrin e kësaj. Burri i kësaj ku? Unë. Albano, ti je personi më i ndershëm këtë botë. Si palo burti, shkoti me njëra nga këto? Unë? Të shkoj unë me shoqit e gruas? Po. Në asnjë mënyrë. Kurrën e kurrës, po kemi një fart sipe, një fart gjë tash. Vjen keq tash. Apo ti ke varë trapin fare aty? Se që kam varë trapin, është tur për burrin të shkoj me shoqit e gruas. Po. Jemi dhe të ndershëm. Me gruan e doktorit të gruas, po. Atëherë. Më fal. Më pëlqen ato gratë doktorëve se veshin rrobat e burrit, veç atë përpashen thot. Më fal. Want to play doctors. Shpirt jam këtu. A je këtu ti? I don't give a fuck. You are ugly. I don't love you anymore. Më fal edhe një herë. Tani e gjeta i burri që doli tepër që nga mun? Po. Bravo doktor. Atëherë ti me këtë. Unë me ne unë vetëm. O doktor, mos u mërzi doktor. Ka dhe më keq. Ka problem, vazhdoni. Doktor, dëgjoj, ka dhe më keq. O doktor. Ishte.